nderuar Kryeministër, kjo është tryeza e energjisë, një tryezë e cila personifikon të gjithë bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi midis sektorit publik dhe privat në këtë 5 vjeçar, pasi në të vërtetë kur vjen puna tek energjia, ne kemi bërë një punë shumë të mirë për sa i përket rregullatorit, për afrimit të legjislacionit ton me Bashkimin Evropian. Kemi ngritur sisteme të fuqishme kontrollit të gjithë kësaj fushë. Nga ana tjetër kemi investuar në përmirësimin e prodhimit energjetik në Republikën e Shqipërisë, por nga ana tjetër duhet thënë që kontributi i sektorit privat në fushën energjetike është po aq i vyer sa të gjithë përpjekjet që ka bërë edhe qeveria jonë në këto 12 vite dhe me të vërtet 5 vjeçari i fundit ka gur kilometrik të vendosur, të cilët po krijojnë tashmë një pistë drejt Shqipërisë 2030 që është edhe synimi ynë për ta kthyer vendin në një eksportues neto dhe për ta kthyer vendin në një hub të transmetimit energjetik, duke përdorur kështu edhe pozicionin ton gjeografik dhe ndikimin ton gjeopolitik. Do ta nis me një prezantim të shkurtër të situatës që kemi gjetur në 2013, arritjet dhe sigurisht planet që kemi për të ardhmen, por do dëshiroja shumë duke qenë se në këtë tryezë dominancën e ka sektori privat dhe gjithë kontributorët, që secili prej tyre apo kush ka dëshirë të merrte fjalën për të nënvizuar gjitha arritjet që kemi dhe planet që ata kanë për të ardhmen. Në vitin 2013, sektori energjetik shqiptar ishte në një kolaps të plotë. Humbjet në rrjet shkonin mbi 45%, arktimet ishin deri në 75% në rastin më të mirë, ndërkohë që të gjitha asetet gjeneruese, i referohem këtu kaskadës Drinit, apo edhe disa hidrocentraleve të tjera, ishin totalisht pamirëmbajtura nga koha e ndërtimit të tyre, ndërkohë që nuk bëhej fjalë që të kishte një rrjet të digitalizuar në ato momente. Shkëputjet e energjisë elektrike ishin për disa orë gjatë ditës dhe nga njëherë kalonte më shumë koha e shkëputjes se sa ishte koha e ofrimit të shërbimit, ndërkohë që humbjet financiare shkonin deri në 710 milion euro, duke krijuar kështu një kaos në të gjithë sektorin elektroenergjetik. Ndërkohë që për sa i përket asaj kohe, unë nuk lë asnjëherë pa përmendur pasi bëhet fjalë për një nga goditjet më të mëdha të sistemit tonë energjetik. Në atë moment ka ndodhur pra pak vite para 2013-s, kemi edhe privatizimin e 3 heceve, Ulza, Shkopeti dhe Bistrica, duke krijuar kështu një gap në të gjithë sistemin e prodhimit shqiptar, i cili ishte dizenjuar për të balancuar pra të gjithë prodhimi që ndodhte në veri të vendit, në qendër edhe në jug të tij. Kemi privatizimin e operatorit të shpërndarjes në ato kohë, duke krijuar një situatë akoma më të rëndë në sektorin energjetik, me luhatje të vazhdueshme të çmimeve, paqëndrueshmëri për sa i përket ofrimit të shërbimit, dhe sigurisht gjitha këto impaktonin abonentin familjar dhe padyshim edhe të gjitha bizneset. Në ndërkohë, unë do desha ta kaloja këtë pjesë pasi me të vërtet mund të themi shumë për të shkuarën, por nga ana tjetër është mirë që të fokusohemi se si ka evoluar i gjithë sektori deri më sot, kush kanë qenë kryesisht ndërhyrjet që ne kemi bërë, duke nisur nga reforma e sistemit dhe e të gjithë sektorit energjetik dhe duke shkuar më pas edhe tek planet që ne kemi për të ardhmen. Sot, mbasi kemi forcuar operatorin e shpërndarjes me të gjithë komponentët e tij, ka një vëmendje të veçantë edhe kesh pra operatori prodhues. Duke nisur kështu me përgjithësimin teknologjik të vau të tejës, rehabilitimin e portave të Hec Komanet dhe sigurisht
të gjitha proceset e tjera që kemi nisur edhe në Fierz për të krijuar kështu një rekonstruksion të digave të kaskadës, rehabilitimi i portave të heceve që ka qenë i domosdoshëm, përditësimi elektromekanik, monitorimi në kohë reale i sigurisë së digave dhe padyshim edhe të gjitha proceset e tjera të digitalizuara dhe inovacioni që kemi vendosur në polin kryesor të prodhimit në vendin tonë, që është pjesa pra e veriut Kaskade e Drinit. Duke mos lënë mbasdore edhe të gjithë bashkëpunimin me hecet e vogla, të cilat janë vendosura kryesisht në zonën lindore të Republikës Shqipërisë. Do të ndaloja për një moment tek viti 2019, kur në bazë të një strategjie kombëtare vendosim që të nisim një proces të gjerë të diversifikimit të prodhimit të energjisë elektrike në vendin tonë. Dhe duke krijuar kështu një plan për të ardhmen, për të balancuar llojet e burimeve të energjisë elektrike. Deri në ato momente, ne kemi qenë totalisht në varësi të prodhimit hidrik, duke pasur problematika të vazhdueshme dhe duke pasur varësi nga moti, dhe nëse do t'i referoheshim edhe tregut, i cili zakonisht është një treg rajonal, moti është i njëjtë edhe në vendet përreth nesh, kështu që në vitet e thata kemi vuajtur jo vetëm nga importet, por dhe nga importet me çmime të larta. Për këtë arsye, në vitin 2019, përveç diversifikimit që kishte nisur si një edukim i kontribuesve privat, nga ana tjetër ne vendosëm që të zhvillonim një lloj tjetër diversifikimi, patjetër duke i nxitur dhe duke i mbështetur të gjithë aktorët e sektorit privat, por jo më duke qëndruar tek ato parqet e vogla fotovoltaike 2 megawatt, të cilat nuk do t'ja dilnin kurrë që të krijonin atë aset energjetik nga burimet diellore që ne kemi krijuar sot. Kështu që në vitin 2019 ne fillojmë me ankandet e para, të cilat kishin edhe tokën e vendosur nga shteti si komponent, duke nxitur kështu një garë të ndershme, transparente dhe e cila na u shpërblye me disa vendimarrje shumë të rëndësishme, duke qenë se në tregun ton në ato moment futen investitorë të huaj, të ekselencës do t'i quaja, siç është rasti i Voltaliës, si fitues i 2 ankandeve për 2 parqet e para fotovoltaike, atë të Karabastas edhe atë të Spitalës. Parku i parë sot është në proces, ka filluar të prodhojë, rendimenti është shumë i kënaqshëm dhe unë besoj që Voltalia, pavarësisht të gjitha problematikave që mund të ketë pasur për shkak të luhatjes së çmimit të tregut nga viti 2019 dhe deri më sot, nga ana tjetër me një bashkëpunim shumë të ngushtë, me një koordinim dhe dialog të vazhdueshëm që ne kemi pasur në Tryezë, të gjitha janë kapërcyer dhe sot krenarisht mund të themi që projekti i Karabastas është një nga projektet model më të suksesshme, model për t'u ndjekur. Në ndërkohë që sigurisht jemi duke pritur që të kemi rezultatet e para nga Spitalla dhe nga ana tjetër kemi rihetëzuar projektin e Akernis duke bërë kështu bllokun e parë të parqeve të mëdha fotovoltaike, të cilat vinë si rrjedhoj e ankandeve dhe prodhimit që është bërë në saj këtyre ankandeve dhe çmimeve rekord që ne kemi arritur. Nga ana tjetër, paralelisht, sektori privat me iniciativë të fuqishme ka ndërtuar në zonën perëndimore të Bregdetit ton parqe të tjera fotovoltaike, të cilat sot që flasim kanë rritur ndjeshëm prodhimin vendas, duke diversifikuar atë dhe sot ne kemi 10% të energjisë të rinovueshme, e cila është në 100% në vendin ton, 10% e të cilës vjen pra nga parqet fotovoltaike. Duke krijuar kështu edhe qarkun e Fierit, pa gjithë zonën e ulësirës perëndimore të shtrirë midis Karabastas dhe lagunës të Nartës, duke krijuar kështu një pol të ri energjetik, pra përveç atij të veriut, kemi edhe këtë pol të vendosur nga qendra në drejtim të jugut.
Duhet thënë që gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi nisur një studim të thelluar i cili do të na jap për të ardhmen një hartë se si duhet të vazhdoj pjesa e investimeve në sektorin elektroenergjetik, duke pasur parasysh se nuk mjafton vetëm që të prodhohet, por është shumë e rëndësishme edhe pjesa e transmetimit. Dhe duke qenë se sot kjo tryezë është dedikuar energjisë, është rasti që të përmendim që kohët janë sfiduese. Ne dje kemi marrë një njoftim zyrtar për blackout të Spanjës dhe të Portugalisë, fillimisht pjesëshëm dhe më pas total, dhe pavarësisht se dje u përpoq si njëri operator si tjetri që të arrinte edhe ta kapërcente këtë problematik, sot në orë të para të mëngjesit, të dyja vendet kanë shpallur gjendjen e emergjencës, pra gjendje të jashtëzakonshme, pikërisht nga rënja e rrjeteve të transmetimit, duke afektuar dhe shtete tjera, siç është Andora apo dhe pjesë të shteteve tjera europiane. E thon kjo, transmetimi luan një nga rolet më të rëndësishme. Dhe nëse deri tani ne kemi qenë në një emergjencë për të diversifikuar të gjithë prodhimin në Republikën e Shqipërisë, sot ne jemi të fokusuar jo vetëm tek prodhimi, por edhe tek transmetimi si komponent jetik i sistemit elektroenergjetik shqiptar. Jo vetëm për ta kthyer Shqipërinë në një hub transmetimi, pasi vetë gjeografia, vendodhja jonë gjeografike na e lejon këtë, por nga ana tjetër për të krijuar dhe sigurinë energjetike, që është një nga synimet dhe qëllimet kryesore të strategjisë kombëtare për energjinë, sektori energjetik pra 2030. E thënë kjo, po të vazhdoj me të gjithë portofolin e diversifikimit, ne duke ndjekur edhe linjat e transmetimit, kemi filluar që të incentivojmë ndërtimin edhe në zonat të tjera. Pra për të mos pasur të njëjtin polarizim si që kemi në rastin e kaskadës në veri dhe pjesës më të madhe të parqeve fotovoltaike në zonën midis Karavastas dhe Nartës, ne kemi filluar që të incentivojmë të gjithë sektorin privat që të shkojë dhe në zonat të tjera, po sigurisht duke investuar në rrjetet e transmetimit për të akomoduar kërkesa, siç është rasti Ersekës apo siç është rasti Delvinës dhe siç janë edhe rastet e eolikëve, të cilët nisin nga Tropoja. Këtu kemi një park që tashmë ka aplikuar prej 636 megavatorësh, duke qenë parku më i madh i rinovueshëm në vend, dhe më pas disa parqe tjera që zbresin nga bjeshkët e veriut deri në jug të vendit, duke ndjekur korridoret e erës dhe duke krijuar kështu një komponent të tretë të energjisë të rinovueshme, pra hidrike, solare edhe eolike. Do të kthehesha tek linjat e transmetimit për të thënë që tashmë kur sot në Shqipëri prodhohen mbi 200 megavator vetëm nga iniciativat që shteti ka ndërmarrë për sa i përket pjesës së autoprodhuesve. Kur ne kemi arritur së bashku me sektorin privat të prodhojmë 10% të volumeve vendase nga parqet fotovoltaike, atëherë sot gjithë puna kryesore shkon tek rrjetet e transmetimit. Rrjetet e transmetimit që Shqipëria është mirë ndërlidhur me rajonin, është e lidhur me Greqinë, është e lidhur me Maqedoninë e Veriut, është e lidhur me Kosovën dhe me Malin e Zi, por sigurisht ne sot jemi në një fazë të ngritjes të kapaciteteve të reja. Për shembull, në këtë moment ne jemi duke planifikuar që linja jonë e transmetimit me Greqinë për shkak të gjitha flukseve që kemi pasur 2 vitet e fundit në hyrje dhe në dalje të trefishohet. Nga krahu tjetër presim që të dorëzojmë linjën e interkoneksionit me Maqedoninë e Veriut që në anën shqiptare jemi duke ecur me ritme shumë të shpejta. Shpresojmë shumë që fqinjët të ruajnë ritmet tona për të përfunduar në të njëjtën kohë dhe për ta vënë menjëherë atë linjë në funksion. Ndërkohë që kemi investuar në fuqizimin e unazave të brendshme, siç është ajo Fiera Zhbull Tiranë, dhe padyshim lidhja e poleve për ne, pra me fuqinë 400 kW, mbetet shumë e rëndësishme. Por
Ndërkohë që fuqizojmë linjat aktuale, shtojmë kapacitetet e tyre, kërkojmë përfundimin e linjave të reja, një nga planet tona më të rëndësishme është ndërlidhja midis Shqipërisë dhe Italisë. Tashmë një plan që ka filluar të vihet në jetë, duke qenë që I kemi hedhur hapat e para për sa I përket studimit vizibilitetit, për sa I përket marrëveshjes trepalshe midis Shqipërisë, Italisë dhe Emirateve të Bashkuara si investitor potencial I kësaj linje, duke I dhënë kështu sistemit elektroenergjetik shqiptar një tjetër komponent shumë të rëndësishëm. Ndërlidhjen me pjesën tjetër të Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh që Italia apo përtej saj Franca, Spanja dhe të gjithë shtetet e tjera janë tregu I vërtet, të cilin ne kërkojmë të aksesojmë jo më përmes malit zi, por direkt përmes kësaj linje nënujore, e cila do ta vendoste Shqipërinë në një pozicion tjetër për sa I përkiste transmetimit të energjisë elektrike. Unë për energjinë elektrike, kryeministri mund flas gjatë, pasi I gjithë mirë menaxhimi që është bërë këtij sistemi, duke nisur nga komponenti prodhues, duke shkuar më pas tek transmetimi dhe sigurisht tek shpërndarja, ku në vitin 2024 ne kemi arritur një nga qëllimet dhe objektivat e vendosur, pra uljen e humbjeve teknike në nivelin historik, pra më pak se 18%, kur kemi arritur që arktimet të jenë mbi 100%, dhe shpjegojmë gjithmonë këtë pse janë arktimet mbi 100%, pasi ne mbledhim edhe debitet e këqija të viteve tjera, duke e balancuar një herë mirë të gjithë sistemin financiar të operatorit të shpërndarjes. Të gjitha këto hapa që ne kemi hedhur, pra ulja e humbjeve dhe rritja e arktimeve, na ka sjell në pozicionin që të kemi mundësi dhe të ulim çmimin për 1.070.000 abonent. Dhe jo vetëm të ulim çmimin për 1.070.000 abonent familjar, por nga ana tjetër duke përdorur incentivën e eficiencës energjisë. Pasi ndërkohë që kemi arritur të rrisim prodhimin vendas, të diversifikojmë portofolet tona të prodhimit, kemi arritur të forcojmë linjat e transmetimit, të ulim humbjet, të kemi mbledhje më të mirë të faturimit, nga ana tjetër ajo që është shumë e rëndësishme, tashmë tregu ynë duhet të edukohet me eficiencën e energjisë. Eficienca e energjisë që është përqafuar nga abonentët familjar, edhe me programet që ne kemi lançuar 2 vitet e fundit, siç është incentivimi me 70% e paneleve diellore për ngrohjen e ujit, që kontribon me ulje të 20% të faturës mujore, dhe deri tek autoprodhuesit, që e thash pak më parë, që kanë arritur të krijojnë një portofol prej rreth 200 megavatorësh vetëm prodhim nga autoprodhuesit e sektorit privat të industrive të ndryshme. Në ndërkohë që prodhimi vjetor, duket edhe në slajdin që kemi në ekran në këto momente, është rritur me 135% krahasimisht me vitin 2013, duke treguar kështu të gjithë ecurinë stabil, të qëndrueshëm të sektorit, dhe duke krijuar kështu një sinergji midis ndërmarrjeve shtetërore, midis Ministrisë të Infrastrukturës dhe të Energjisë si politikë bërës, dhe padyshim sektorit privat dhe mbi të gjitha edhe investitorëve të huaj. Një tregus ky se tashmë bashkëpunimi është I vendosur mbi themelet forta dhe mbi të gjitha është I vendosur mbi kushtet e një transparence dhe bashkëpunimit të qëndrueshëm afatgjatë mbi strategjitë dhe politikat që tashmë janë të njohura për të gjithë. Unë nuk do të vazhdoja më gjatë me sektorin elektroenergjetik, pasi gjithmonë bëjmë diçka që I japim gjithë kohën elektroenergjetikës, duke lënë komponentet e tjerë të sektorit të energjisë pas dore, por jo në vëmendje, por zakonisht në tryeza, duke qenë se aty është vëmendja më e madhe, dhe do desha ndaloja një moment për t'i thënë fjalën të ftuarve në tryezë, duke qenë se kryesisht janë nga sektori privat, dhe ndoshta ta nisja me zotin Viktor Shulafi. Zoti Viktor Shulafi është një nga ndërtuesit e parë të parqeve
solare, diellore, fotovoltaike, pa mbështetje nga incentivat shtetërore në aspektin e them këtë pasi në fillimet e tij, si zoti Qulafi edhe të tjerë, mund të kenë pasur edhe dilemat e tyre, pasi tregu ka paqartësitë e veta, tregu energjetik ka lëvizje dhe luhatje të cilat vinë shpeshherë edhe nga situatat gjeopolitike në rajon dhe më gjërë, sidomos ne e pam se çfarë ndodhi në vitin 2022 gjatë agresionit të Rusisë në Ukrainë, dhe ka qenë pikërisht ajo kohë kur zoti Qulafi e mori një vendim të tillë, ndaj dhe po I kaloj fjalën, duke qenë se është rasti më I mirë për tu ndarë me të gjithë të tjerët. I nderuar zoti kryeministër Edi Rama, e nderuar zonja ministre, të nderuar pjesëmarrës, unë jam Viktor Qulafi. Unë jam marrë me energji elektrike, me hidroenergji nga viti 2000 dhe kuptohet iniciativat tona të reshin të vogla në nivele 1-2 mega, 2 deri 3 mega, do më të ishin investime shumë të vogla. Tregu rajonal, tregu shqiptar ka qenë shumë I ri, pa krijuar akoma, shteti ishte prodhuesi I madh I energjisë. Në analizë të situatës energjetike, menduam të futeshim në objektet fotovoltaike, ishte gjë e re për ne. Projektin e parë fotovoltaik ne nuk e bëm dot vetë, po ja dham një kompani si Voltalia që na ndihmuan për ta zhvilluar, sepse nuk kishim edhe asistencën e dur, nuk kishim edhe përvojat. Më pas u futëm në projektet e mëdha, po pam që tregu fotovoltaiku përqendrua në zonën Fier Vlorë dhe të gjithë subjektet, gjithë kapitalet u përqendruan në atë zonë. Pasi aty nuk e pam që nuk kishim mundësi, ne u përqendruam në zonën e Kolonjës. Studiuam një sipërfaqe toke rreth 130-140 hektar. Dhe sot ne jemi duke zhvilluar në treg të lirë rreth 40 mega dhe 60 mega pjesë ankandeve fotovoltaike të shpallura nga qeveria shqiptare. Domethënë në zonën e Ersekës ne afërsisht kemi një investim 75 deri 80 milion euro, nga të cilat një pjesë e madhe është në treg të lirë, kurse pjesa tjetër është pjesa ankandeve me çmime fikse, me çmim 53-54 euro për mega. Natyrisht në aktivitetin tonë kemi patur ndihmën e qeverisë shqiptare, sepse vetë këto investimet tilla nuk mund të përballohen. Investimet tona natyrisht janë private dhe si tillë shteti ka përfitim, pushteti lokal, njësia vendore kanë përfitimet e tyre, punësimi është një element shumë I rëndësishëm I këtyre investimeve. Jemi fokusuar edhe në prodhimin e energjisë nga era, kemi 2 projekte të cilat I kemi në vazhdim. Mendojmë që edhe ato janë sfidë, sepse akoma nuk njihen në Shqipëri, po mendojmë se do ja dalim. Kështu që ndjehemi mirë, domethënë, mendojmë që edhe pas zgjedhjeve duhet edhe iniciativa e ministrisë për të lançuar Akademinë e Energjisë është një plus I madh për mua, sepse sektori I energjisë elektrike ka sfida, ka problematika. Kështu që duke diskutuar në platforma të hapura me qeveria, me ne investitorët, me bankat, do të dalim më mirë problematika dhe do të jemi më afër zgjidhjeve të problematika. Kjo ishte për sa I përket aktivitetit tim. Shumë faleminderit zoti Qulafi, unë për të thënë drejtën akademinë e kisha lënë për fund, por meqense se ju e prekët, duhet thënë që ne nisëm Akademinë Kryeministër për si një iniciativë e OSHE grupit, duke pasur parasysh që shumë të rinj na janë afruar për të punësuar dhe nga ana tjetër, padyshim një pjesë e tyre vjen nga shkollat profesionale dhe janë të mirë trajnuar, por nga ana tjetër gjithmonë duhet një periudhë kohore për trajnimin e tyre sipas sistemeve që ne operojmë. Por pasi ngjizëm këtë site për krijimin e Akademisë OSHE grupit, kuptuam që kishte interes nga të gjithë komponentët e tjerë të sektorit, siç është kesh apo siç janë linjat e transmetimit ose pra operatori I transmetimit,
Dhe sa më shumë zgjeroheshim tryezën tonë për diskutuar, atëherë filluan të shtohen edhe komponentë të tjerë. Për shembull, siç janë gjithë çështjet e rregullatorit, siç janë çështjet e parafrimit ligjor, pasi ajo çka ne sot kërkojmë në sistemin energjetik shqiptar dhe në gjithë sektorin është që të jetë i parafruar maksimalisht me Bashkimin Evropian, duke krijuar kështu të gjithë habitatin për një të ardhme shumë të afërt, kur ne do të jemi vend i Bashkimit Evropian, pra vend antar i Bashkimit Evropian. Dhe e thënë kjo, më pas e kemi diskutuar edhe në tryeza më të gjëra me sektorin privat, dhe ideja e akademisë është kthyer si një nga planet e përbashkëta në një të ardhme shumë të afërt, pasi edhe sektori privat, i cili operon sot në fushën energjetike, ka nevojë për burime njerëzore të formuara dhe të trajnuara, të specializuara mbi sistemet e reja energjetike, qofshin këto të prodhimit, të shpërndarjes apo të transmetimit. Ndaj një iniciative nisur nga një nga kompanitë shtetërore, tashmë po kthehet në një iniciativë të përgjithshme të sektorit, dhe unë dua të falenderoj të gjithë aktorët që po kontribuojnë për ngritjen e kësaj akademie, dhe jam shumë e sigurt që deri në vitin 2026 ne do jemi gati edhe me kurikulun, edhe me të gjithë stafin akademik, i cili do dali disa prej radhëve tona dhe disa të tjerë do jenë patjetër profesor të huaj, për të ngritur kështu strukturën e parë akademike të prodhimit të burimeve njerëzore për sistemin elektroenergjetik shqiptar, dhe pse jo, duke ndihmuar edhe kolegët e rajonit, pasi Shqipëria ka qenë gjithmonë avangard në inovacion. Do shndroja sërish në Anduel. Përshëndetje të gjithëve, nderuar kryeministër. Së pari falenderoj për ftesën. Unë fakt do përshëndrosha pak te pjesa e tregut të energjisë elektrike. Ndoshta për disa që njohin, por për shumë që s'njohin, një shembull rasti tipik i evolimit të një privati brenda sektorit elektroenergjetik shqiptar, duke nisur që nga, po themi, instalimet e para të impianteve fotovoltaike për vetë prodhimin, edhe sigurisht duke parë që tregu evoluon dhe oportunitetet të reja vinë tashmë, siç ishte edhe konsolidimi i këtij tregu nëpërmjet bursës shqiptare të energjisë, Alpexit. Sigurisht gjeta rastin dhe oportunitetin për të parë edhe mundësitë e këtij lloji tregu që ky ofron. Do të them fakt që Alpexi tashmë është një realitet ku ne kemi mundësinë të ndërveprojmë me tregje ndërkombëtare të rajonit, pra të blejmë dhe të shesim energji elektrike në tregje të ndryshme dhe të ndërveprojmë këtë gjë me Alpexin. Sigurisht që kjo na jep nga pikpamja e tregut një lloj mundësie shumë të madhe, por jo vetëm ne si pjesëmarrës të këtij tregu, por ndoshta edhe prodhuesve aktuale dhe të ardhshëm të këtij tregu, ku ne dim tashmë që modelet që mbështeten këtë lloj tregjesh janë pikërisht bursat e energjisë. Por nga ana tjetër, këto lloj bursash, sigurisht ne jemi në fillimet tona, kanë nevojë për një lloj mbështetje të vazhdueshme të gjithë aktorëve, qofshin këta privat apo shtetëror, në mënyrë që nga pikpamja e tregut të shkojmë drejt rritjes së volumeve, sepse vetëm në këtë mënyrë do të kemi një bursë shumë të konsoliduar dhe shumë atraktive, qoftë për tregjet dhe në rajon, po pse jo. Po nga ana tjetër, ju përmendët pak më parë dhe më shumë në fakt pjesa e interkoneksionit, fakt e projektit interkoneksionit me Italinë do ishte një le të themi ëndër për ne të sektorit, nëse kur të realizohet, për shkak sepse do na japi një lloj potenciali shumë më të gjerë nga pikpamja e tregut, po edhe nga pikpamja e uljeve të kostave, sepse shpeshherë debati qëndron që si ulet çmimet e energjisë, po sigurisht do të ulen nëse ne do të kemi një treg më të konsoliduar, volume shumë herë më të mëdha të prodhimit, dhe patjetër që kërkesa oferta do të jetë ajo që do prodhojë një çmim shumë herë më të ulët. Tani për të mos e zgjatur, ne sigurisht në tryeza të tjera unë kam qenë pjesëmarrës edhe kam shpreh disa sugjerime, qofshin këto të natyrës teknike që ndoshta mund t'i shtjellojmë në tryeza të tjera, por ajo që kërkojmë një vëmendje sigurisht që keni gjithmonë drejt
drejt këtyre autostradëve energjetike, që të ecim me një lloj ritmi, në mënyrë që të akomodojmë gjithë këtë lloj tregu dhe potenciali që Shqipëria e ka dhe për vërtetës është një ndryshim që po ndodh. Ne po e shikojmë se si po evoluon tregu dhe se sa dinamik tani më kjo gjë po bëhet, edhe sigurisht që ne nëse jemi të hapur edhe shumë më dinamik me këtë gjë, patjetër që mund të kapim edhe ritmin, po themi, të zhvillimit të tregut në mënyrë edhe më të madhe. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti Çekrezi. Sigurisht që Alpeksi ka shënuar një hap të ri edhe një gur kilometrik, ashtu siç tham, në strategjinë tonë të fushës energjetikës, pasi kemi krijuar tashmë një treg modern, sigurisht me volume të ulta për momentin, por do të arrijë maturinë e vet. Rëndësi ka që ne deri tani i kemi hedhur hapat ashtu siç është parashikuar edhe në angazhimet që kemi marrë ndaj Bashkimit Evropian, kështu që unë besoj gjithë bashku do dalim në rezultatin që Alpeksi është një nga zgjedhjet më të mira, duke krijuar kështu transparencë, ulje të çmimit në të ardhmen dhe gjithçka tjetër. Do të qëndroja në këtë sektor, pra në sektorin elektroenergjetik, pasi kemi disa inovacione të cilat do të ndryshojnë të gjithë panoramën e këtij sektori. 2 vitet e fundit kemi diskutuar me një nga bashkëpunëtorët tanë më të mirë, me investitorin Statkraft, një nga kompanitë e ekselencës europiane që operon prej disa vitesh në Shqipëri, por një nga planet e tyre më inovative dhe moderne për sa i përket sistemit elektroenergjetik. Ky plan është edhe një nga planet e korporatës elektroenergjetike shqiptare, megjithatë Devoli Hydropower është duke avancuar me këtë projekt dhe unë do kisha kënaqësi shumë sot që ta prezantonim për herë të parë, pasi bëhet fjalë për një projekt i cili përveç faktit që është një investim mbi 1.7 miliard euro, nga ana tjetër është një projekt i cili sjell një inovacion që kur të vihet në jetë mund të kthehet në një shembull të mirë për të marrë edhe nga aktorët e tjerë të prodhimit hidro, ashtu siç po bën Keshi në këto momente, dhe sigurisht Shqipëria do të jetë nga vendet e para në botë që do të aplikojë pumping system. Kështu që po ja jap fjalën përfaqësuesve të Devoli Hydropower për një prezantim të shkurtër. I nderuar zoti kryeministër, nderuar zonja Zëvendës kryeministre, ndajmë patjetër me kënaqësi informacionin që kemi mbaruar përfundimin me sukses të studimit të fizibilitetit të centralit me rezervë pompimi. Në vetvete, arsye që pse ne filluam këtë iniciativë dhe është e vërtet zonja Zëvendës kryeministre, ka 2 vjet që po punojmë, bazohet pikërisht në sfidat globale, por jo në rang global për sa i përket Shqipërisë, në një rang rajonal, kur ne shikojmë që në vetvete do të ketë patjetër një shtesë për sa i përket burimeve të rinovueshme, qofshin ato eolik apo dhe fotovoltaik, për të cilat patjetër do të jetë nevojshme që të zhvillohen teknologji balancuese, dhe duke qenë se ne si Statkraft kemi më shumë se 125 vite eksperiencë në menaxhimin e rezervave ujore, kemi në zotërim apo si asetet tona në 21 vende ku ne operojmë 365 hidrocentrale, duke parë pozicionimin shumë optimal të rezervuarit të moglizës aktuale, duke vlerësuar dhe gjeologjin e cila na ofron kushtet e nevojshme për të krijuar një rezervë pompimi, zhvilluam këtë studim fizibiliteti nëpërmjet një konsulenti të angazhuar të jashtëm nga kompanit Multiconsult dhe Tractabel. Kemi punuar ngushtësisht dhe me OST-n, duke vlerësuar planet zhvillimore afatgjata 10 vjeçare, dhe me kënaqësi konkluduam që ky impjant që është një projekt rajonal, pra në vetvete nuk synon vetëm të përmbush ato nevoja rezervash apo balancimi që do të ketë nevojë Shqipëria, por do të përmbush ato nevoja që do të ketë jo vetëm Europa juglindore apo vendet e Ballkanit perëndimor, por do të ketë edhe vetë kontinenti i Europës mund të përmbushen shumë nga Shqipëria. Por çfarë ne synojmë? Ne synojmë të zhvillojmë ndërtimin e një rezervuari i cili në kapacitet do të jetë afërsisht 25 milion metër kubuj,
do të jetë një rezervuar shumë i vogël, për referencë, mbase mund të ndaj me ju rezervën aktuale të hidrocentralit të Moglicës, që është 380 milion metër kubuj, dhe e gjithë infrastruktura e centralit, qoftë me kanalet shkarkuese apo me agregatët, do të jetë e pozicionuar në shkëmbë. Pra në konceptin që ne kemi ndërtuar dhe hidrocentralin e Moglicës në vetvete. Mendojmë që ky projekt, duke qenë një projekt rajonal, ka sfidat e tija, por duke pasur parasysh ambicjet qoftë në rang vendor, për sa i përket aderimit në Bashkimin Evropian, kushtet bazë për këtë projekt, për t'u avancuar dhe për t'u maturuar më tej, lidhen ngushtësisht, jo vetëm me transpozimin atyre direktivave të Bashkimit Evropian, apo më saktë paketës së integrimit energjisë elektrike, por lidhen ngushtësisht dhe me faktin se si ato do të zbatohen në Shqipëri, që të jenë në përputhje me ato kushte dhe standardet e aktorëve të tjerë që operojnë në tregun evropian, për t'u kthyer edhe kolegu të sektorit energjisë në pasjen e kushteve të barabarta të konkurrencës, duke konkuruar denjësisht nga Shqipëria me çfarë do aseti tjetër i pozicionuar në vende të tjera. Absolutisht që për këto lloj teknologjish është e nevojshme zhvillimi i mëtejshëm për sa i përket burimeve të rinovueshme, dhe ne mendojmë që tranzicioni tashmë ka nisur. Tranzicioni ka nisur jo vetëm në Europë, ajo është një ambicie globale dhe e ardhmja do të jetë e gjelbër. Dhe ne, si Statkraft, duam që të kontribuojmë me vizionin ton për të rinovuar energjizimin e botës, por pikërisht me mënyra të cilat ofrojnë jo vetëm balancim, por suportojnë dhe injektimin e kapaciteteve shtesë të burimeve të rinovueshme në rang global. Qëndrojmë besim plot, ky studim fizibiliteti për ne është një hap i mëtejshëm drejt maturimit të projektit dhe do të vazhdojmë ngushtësisht të bashkëpunojmë me autoritetet shtetërore me shpresën që ky projekt rajonal i pozicionuar në një treg rajonal europian do të materializohet. Faleminderit zonja zëvendës kryeministre. Rigela, unë të falenderoj shumë. Ne kemi ndjekur së bashku pra Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, së bashku me Statkraftin kemi ecur hap pas hapi, tani ka ardhur koha që të diskutojmë për gjithë incentivat dhe gjithë shka tjetër do t'i duhet këtij projekti. Ne kemi ecur përmes projekteve të rëndësishme si ky projekt është më i madh në investime dhe se projekti i tapit. Edhe padyshim e kemi shumë të qartë, domethënë se si duhet funksionojë dhe çfarë mbështetje ju kërkoni në hapat më tej, megjithatë se ndoshta duke folur për energjinë është dhe pak specifike, është pak teknike dhe jo të gjithë na kuptojnë, por ata që janë tryezë kuptojnë shumë mirë se çfarë do të thotë ngritja e këtij pumping system, se çfarë kapacitete përthithje të prodhimit fotovoltaik apo atij eolik do të ndodhë gjatë ditës nga Statkrafti. Kështu që e thënë kjo ndryez nuk ka të bëjë vetëm me injektimin kapital që do të ndodhë në Republikën e Shqipërisë, pra më shumë se 1.7 miliard euro, por nga ana tjetër kush janë rrjedhojat që sjell gjithë kjo teknologji e re që rrit prodhimin hidrik në Republikën e Shqipërisë, por nga ana tjetër kthehet në një përthithës të kapaciteteve gjeneruese që vijnë nga parqet fotovoltaike dhe nga parqet eolike, duke përmbyllur kështu një herë mirë atë pasigurinë e tregut se çfarë do ndodh me të gjithë ata ndërtues që qenë të guximshëm dhe ndërtuan edhe jashtë ankandeve. Për shembull, siç është rasti i zotit Qylapi, që patjetër ai ka fituar një nga paketat e ankandeve, por pjesa tjetër e prodhimit të tij vjen nga investimi privat pa mbështetje. Faleminderit shumë për këtë prezantim të parë të projektit më të madh energjetik për të prodhimit sigurisht, pasi kemi dhe atë të linjave transmetimit që do jetë një tjetër projekt shumë i madh energjetik për 4 vitet e ardhshëm. Do të kaloja, duke u falenderuar të gjithëve, do të kaloja në sektorin minerar, i cili padyshim është një sektor i rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë. Ne kemi të ndarë në 3 periudha zhvillimin minerar në vendin tonë, duke nisur nga viti 1945, që shënon hapat fillestar të sektorit dhe hartimin e hartës gjeografike të parë në Ballkan dhe mineratimin e ligjit të parë minerar atë të vitit 1929. Më pas kemi një fazë të dytë e cila daton nga viti 1945 deri në vitin 1994, kur kemi
përfshirjen e sistemit të centralizuar dhe organizimin minerar nën ombrellën shtetërore dhe sigurisht funksiononte me një kuadër ligjor dhe planifikim ekonomik. Ndërkohë që pas vitit 1994, kur është dhe faza e tretë, kemi kalimin e minjerave në pronësi private, duke sjellë fragmentim të sektorit, që është edhe një nga problematikat më të mëdha që ne kemi dhe besoj që prek të gjithë aktorët, pra lejet minerare të fragmentuara, duke ulur kështu edhe oportunitetin për të pasur fitime apo për të pasur bashkëpunime me kompani të mëdha ndërkombëtare. Nga ana tjetër duhet të thënë që Shqipëria është një vend minerar, shumëllojshmëria e mineraleve në vendin tonë është e pasur në të vërtetë. Megjithatë, Kromi përbën një nga burimet kryesore, kemi 202 leje aktive të shpërndara në 13 bashki sot në Republikën e Shqipërisë për sa i përket nxjerrjes së kromit. Ndër të tjera, vendi ynë njihet edhe për depozitat e hekur nikelit, gëlqerorit, gurve ranor, gipsit, argjilatëve të ndryshëm. Në ndërkohë, potenciali lartë mineral i vendit tonë vjen padyshim i shoqëruar edhe me sfidat mëdha. Siç tham, kemi fragmentim të këtij sektori, nga ana tjetër kemi problematika të cilat kanë të bëjnë me sigurinë e të gjithë sistemet operues në lejet minerare të cilat janë aktive. Dhe e gjitha kjo nënvizon një nevojë të jashtëzakonshme që ne kemi për investime në këtë sektor, por nga ana tjetër edhe për sa i përket parafrimit të legjislacionit ton me atë të Bashkimit Evropian. Ligji i ri, të cilin ne kemi nisur dhe jemi duke punuar, kemi pasur biseda të gjata për të dhe ju kemi premtuar që do të bëhet në një bashkëpunim dhe në një dialog të hapur me të gjithë sektorin privat. Ligji i ri për sektorin mineral do të përfshi stimujin në investime dhe masa për ruajtjen e mjedisit dhe të burimeve natyrore, duke synuar krijimin e një klime më të mirë për investitorët, përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve dhe zbatimin e teknologjive të reja edhe në sektorin minerar. Ky është synimi ynë kryesor dhe për të thënë drejtën i kemi hedhur hapat e parë, duke pasur parasysh se tashmë kemi edhe një akt për lëndet e para kritike, ku Shqipëria luan një rol të rëndësishëm, Bashkimi Evropian është ulur me ne, duke marrë parasysh të gjithë depozitat minerale që Shqipëria ka dhe duke pasur parasysh edhe historikun që ne kemi në këtë sektor. Kështu që në rast se do t'ja dilnim që të kishim një kuadër ligjor të përafruar me Bashkimin Evropian, të bashkërenduar midis sektorit privat dhe atij publik, në rast se ne do të përmbushnim të gjitha kushtet për të krijuar një sektor të unifikuar, me leje të konsiderueshme minerare dhe jo fragmentime të cilat nuk janë tërheqëse për investitorët e huaj, atëherë padyshim që e gjithë nën toka shqiptare, e gjithë kjo depozit e rëndësishme natyrore që ne kemi në nën tokën tonë, do të merrte një vlerë tjetër të shtuar duke u futur në zinxhirin ekonomik të vendit tonë. Duhet pasur parasysh që vitin e kaluar, ne kemi ndërtuar një qendër ekselencë rajonale, qendra e inovacionit, e cila ndodhet bashkangjitur Universitetit të Elbasanit, ku aty ka nisur të bëhet një punë e mirë dhe nga ana tjetër kemi mundësi për të afruar të gjitha ato burime njerëzore, të cilat kanë kontribuar prej vitesh, prej dekadash, do të thoja në sektorin minerar, dhe sot ata gjenden në kushtet e konsulencës, në kushtet e prodhimit të studimeve apo edhe të analizave për sa i përket këtij sektori, dhe kjo është një nga hapat më të rëndësishme që kemi hedhur, pasi sektori minerar, nëse ka një mangësi, është ajo e studimit shkencor dhe sigurisht edhe inovacionit që duhet vi përmes këtyre studimeve. Në ndërkohë që kemi nisur edhe në sektorin minerar disa projekte të rëndësishme me interes të shtuar, sigurisht vinë si iniciativa private, janë investitorë të huaj që tashmë në janë ofruar, sepse
brenda sektorit, një nën sektor tërheq tjetrin, duke parë të gjitha rezultatet e mira që kanë ndodhur në ankandet e parqeve fotovoltaike apo ato eolike. Shqipëria ka filluar që të ketë një vend të rëndësishëm në tryezën energjetike europiane, duke bërë kështu edhe kalimin e fjalës nga një investitor tek tjetri dhe duke konsideruar tashmë Shqipërinë si një vend të sigurt për të investuar. Në ndërkohë, unë do desha t'ju kaloja fjalën ju. Po. Zoti Sanguti. Zoti Kryeministër dhe zonja Ministre, ju falenderoj për këtë ftesë në këtë tryezë të hapur. Unë jam Maksim Jangulli, përfaqësoj disa kompani minerare për nxjerrjen e mineralit të kromit. Duke filluar nga viti 2010, shoqëritë që unë përfaqësoj kanë bërë shumë investime në sektorin minerar. Gjatë këtyre viteve, patjetër që kemi pasur shumë vështirësi që kemi pasur për sa i përket operimit të punës, fatmirësisht janë zgjidhur me bashkëpunimin e Aksem dhe Rishmit dhe ministrisë tuaj. Gjatë këtyre viteve ne kemi blerë disa shoqëri të cilët kanë pasur leje minerare. Me qenë se në vitin 2010 janë dhënë shumë leje minerale dhe këto leje minerale kanë qenë shumë të vogla, pas disa vitesh këto miniera ose këto leje minerale kanë arritur që mos shfryzohen më. Për këtë arsye ne kemi blerë disa leje minerale dhe duke shfryzuar dhe ligjin kemi bërë të transferimi të leje mineraleve. Dhe unë doja sugjeroja, nga përvoja ime, doja sugjeroja 2 sugjerime. Këto sugjerime i bëj duke u bazuar për të rritur sigurinë në punë dhe për të rritur investitorët në miniera. Unë sugjeroj që me qenë se vitet e fundit nuk është bërë ndryshim në ligjin minerar, unë sugjeroj që duhet të bëjmë 2 ndryshime. E para, bashkimin e lejeve minerare, sepse ka disa shoqëri që kanë 2 apo 3 leje minerare në një subjekt. Dhe sugjerimi tjetër është transferimi i pjesëshëm i koordinatave. Aktualisht është një ligj për transferimin e lejeve minerare, por unë mendoj që duhet të shtohet dhe transferimi i pjesëshëm i koordinatave, sepse ka disa koordinata që nuk shfryzohen nga pala e parë dhe mund të shfryzohen nga një leje tjetër që është ngjitur me atë leje. Ju falenderoj. Shumë faleminderit Maksi, drejtori i përgjithshëm i energjisë për sa i përket rishikimit të ligjit minerar. Faleminderit, Kryeministre. Atëherë në përgjigje të çështjes së ngritur, ne në fakt kemi patur një diskutim edhe të mëparshëm lidhur me eksaktësisht këtë çështje të trajtuar. Në kuadër të rishikimit të ligjit, ne patjetër do të shohim në bashkëpunim dhe në një tryezë të posaçme të në sektorit të veprimtarive minerare, do të shohim mundësitë e adresimit edhe nëpërmjet akteve ligjore dhe akteve në ligjore në veçanti edhe të kërkesave që janë ngritur. Në veçanti, duhet të theksoj që propozimi për bashkimin e disa lejeve do të ndihmojë në tërësi sektorin në drejtinë dhe në një drejtimi edhe për çështjen e fragmentarizimit apo të zonave të vogla të veprimtarisë në të cilat ushtrohet veprimtaria minerare. Faleminderit. Faleminderit Besi. Një gjë tjetër që unë do të shtoja për sa i përket sektorit minerar është rëndësia e shtimit të vlerave të produktit që nxjerrin nga nën toka. Deri tani ne kryesisht eksportojmë atë produkt ashtu siç del nga nën toka, përveç disa iniciativave që janë private dhe ato të kufizuara. Synimi kryesor që ne kemi për të ardhmen është rritja e industrisë përpunuese. Në rast se ne do t'ja dilnim që të rrisnim industrinë përpunuese të mineraleve shqiptare, atëherë do të kalonim në një nivel tjetër të shtimit të vlerës së produktit,
duke rritur kështu edhe volumet e eksporteve dhe nga ana tjetër duke rritur përfitimet dhe të ardhurat që do ketë sektori. Për diçka bijem dakord të gjithë, që patjetër kuadri ligjor unë kam përmendur tani edhe për sa i përket ligjit të sektorit elektroenergjetik, edhe atij minerar, edhe atij hidrokarbureve, sigurisht ne jemi në një moment kur të gjitha këto akte rregullatore dhe ligjore janë dinamike dhe po i shikojmë për t'i përshtatur, sigurisht për t'i parafruar me Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër për t'i përshtatur edhe me nevojat e tregut tonë, se kjo është shumë e rëndësishme. Pra, duhen parafruar, por nga ana tjetër edhe duhen kustomizuar me nevojën që tregu shqiptar ka. Ndaj i kemi këto tryeza, ndaj jemi në komunikim të vazhdueshëm. Por në një pikë tjetër ku duhet të bashkëndojmë dhe duhet bijem dakord, pra nëse kemi plane për të ardhmen edhe për sektorin minerar, duke futur zinxhirin e përpunimit të metaleve dhe mineraleve shqiptare, nga ana tjetër ne të gjithë duhet bijem dakord që çka na duhet për të avancuar si me pjesën rregullatore edhe me atë të përpunimit është ngritja e kapaciteteve njerëzore. Ngritja e kapaciteteve njerëzore, sidomos në sektorin minerar, që duhet të thënë që sot e kësaj dite ata që janë kontributor janë të moshave të thyera dhe nuk kemi arritur, pavarësisht se kemi një fakultet shumë të mirë, fakulteti gjeologjik prodhon me të vërtet stafe shumë të mira, nga ana tjetër ne na duhet që të bashkëndojmë të gjithë, të përdorim qendrën e ekselencës dhe të inovacionit që kemi sot në Elbasan, që është një qendër rajonale e Bashkimit Evropian, për të ngritur kapacitetet njerëzore që duhet jenë kontributor në sektorin minerar shqiptar, sepse duam ta nxjerrim nga situata që është dhe ta kalojmë në një situatë të shkëlqyer, ashtu siç kemi sot sektorin elektroenergjetik. Do të kaloja kryeministër tek sektori hidrokarbureve, por pa u zgjatur mbi këtë sektor, pasi e kemi bërë publike disa herë të gjitha hapat që kemi hedhur. Është e rëndësishme të themi që tashmë kemi fakte, kemi jo vetëm studime, por kemi fakte dhe ne kemi prekur çfarë mban në toka shqiptare. Kemi arritur që ta shohim, ta analizojmë se cili është produkti që u gjet edhe në zonën e Shpiragut, megjithatë, si duket është në fatin tonë që pavarësisht gjërat e mira bëhen, po duan kohën e vet. Jemi vendosur para një sfide gjeologjike të veçantë që nuk ngjan me situata të tjera. Kompanitë që operojnë sot në Shqipëri janë kompani ekselence, kompanitë më të mëdha në botë, kështu që unë jam besim plot që këto sfida që na janë vendosur përpara dhe na kanë zënë rrugën për këtë moment, duke pasur të gjithë dëshirën e mirë dhe duke pasur faktet që në nëntokën shqiptare sot kemi depozita nafte dhe gazit të një cilësie të jashtëzakonshme, do të na incentivojnë për t'i kapërcyer ato. Unë do desha t'i kaloja fjalën përfaqësuesit të Enit në Shqipëri, një tjetër kompani që operon në territorin tonë dhe që mban sot një nga blloqet më të rëndësishme për të ndarë planet e tyre me ne dhe situatën aktuale. Okay. Sorry, but I guess this is time to switch English. I'm sorry because despite all of my effort to learn Albanian, it's really bad. At first, allow me Së pari, më lejoni të falenderoj the Honorable Prime Minister and Deputy Kryeministrin dhe zëvendës Kryeministrin për këtë ftesë që na drejtuan në këtë tryezë të rumbullakët. Shumë prej jush janë të vetëdijshëm që Eni nuk është i ri në Shqipëri. Historia e Enit ka nisur në 1917, ku ne zbuluam disa letër këmbime në arkivën tonë, në të cilën dëshmohet bashkëpunimi mes autoriteteve shqiptare dhe Enit për importin e naftës bruta nga Shqipëria drejt Italisë. Së voni, në vitet 90, Eni kreu veprimtari eksploruese në pjesën
jashtë toksore në detare të Shqipërisë, por pa sukses fatkeqësisht, por dhe tashmë jemi tani këtu. Pra, të rikthehemi në të tashmen. Ne u rikthyem në Shqipëri në 2019 duke nënshkruar një kontratë për prodhim dhe ndarje për eksplorimin e bllokut të Dumres për naftë dhe gaz. Veç këtyre nismave që kanë bën dhe janë në fazën e eksplorimit, ne vendosëm që të ndjekim një biznes tjetër për të diversifikuar portofolin tonë. Dhe e kam për kënaqësi që të bëjmë dije se sapo nënshkruam një marrëveshje bashkëpunimi për një projekt pilot për prodhimin e karburanteve biologjik, biokarburanteve. Ky projekt i parë pilot do të zhvillohet në zonën e Lushnjës dhe i dyti është bashkëpunimi me Universitetin Bujqësor të Tiranës. Ata do të kultivojnë për ne disa hektarë në fillim për të parë potencialin që ka vendi, por ne shpresojmë që fill pas kësaj të kemi mundësim që ta zgjerojmë aktivitetin tonë. Së fundmi, por jo nga rëndësia, vlen të përmendet fakti që ne nënshkruam një marrëveshje për fizibilitetin, pra për të parë mundësim për të hyrë në fushën e energjisë të rinovueshme, transportin e saj, pra nga Shqipëria drejt Italisë. Unë mendoj se këto nisma janë vërtet të prekshme dhe dëshmojnë qëllimin e Enit për të investuar në vendin tuaj. Le të hyjmë paksa në fushën e hidrokarbureve. Shqipëria për ne konsiderohet si një vend i maturuar, që do të thotë se pra kemi atë historikën tonë të eksplorimit dhe prodhimit, por ka dy çështje për të marrë parasysh kur hyn dhe fillon punën në një vend të maturuar. Njëra çështje, pra njëri aspekt që zbulimi më i lehtë dhe ato më të lehta dhe më të suksesshme janë bërë sa kaq dhe tani po mbështetemi tek të ashtu quajturët potencialet residual, mbeturinor, pra do të thënë, fundor, që është një cilësi shumë të mirë, pra po të flasim për naftë, cilësinë e naftës që ka zbuloj Shelli në Shpirak, flasim për një cilësi vërtet të mirë nafte, fatkeqësisht. Këto potenciale që kanë mbetur, domethënë janë thellë në nëntokën shqiptare, që do të thotë që duhet shpuar, sonduar, pra puse që shkojnë me një thellësi nga 4.5 deri në 6-7 kilometra thellë. Në njëra anë, lajmi i mirë është që kjo është mëse e provuar, e dëshmuar. Ne e dim pra që naftën e kemi aty si rezervë, por pjesa e errët e hënës pra është që nuk vjen da ish lirë në kosto dhe është me rëndësi që të përzjedhim një mundësi ose atë mundësi që të rrisim sa të jetë e mundur potenciali për sukses. Tani, nën këtë skenar, kompani si e jona e kanë të pamundur të mbajnë gjithë të peshë së vetmi dhe ne mbështetemi fuqimisht tek autoritetet, bashkëpunimi me ta, siç jemi duke bërë sa kaq, dhe deri më tash çdo gjë ka shkuar mbar, por na duhet të vijojmë kështu dhe në të ardhmen. Të kalojmë tani tek përmbyllja. Ne njohim dhe pranojmë përpjekjet e autoriteteve shqiptare për të krijuar një kuadër regulator të mirë, por ne mendojmë që kjo s'mjafton dhe po, ne mund të bashkëpunojmë, ne vërtet
donim të bashkëpunonim për përmirësuar politikat dhe kuadrin rregullator në përgjithësi. Kemi disa sugjerime të cilat duam të ndajmë me ju, me autoritetet, pra me qeverinë, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me dy aspekte të rëndësishëm. Njërën sa kaq e përmenda që flitet për nivelin e investimeve që nevojiten për të kryer dhe vijuar projektin e eksplorimit në Shqipëri, dhe tjetri aspekt lidhet me faktin që neve na duhet të garantojmë caqe të qarta, pra për të marrë lejet, që edhe ky është shumë i rëndësishëm si moment, sa më shpejt që të veprojmë aq më mirë është, jo vetëm për investitorët e huaj, por kjo vlen po ashtu dhe vetë vendin. Thënë këtë, kam dhe një pikë të fundit për të theksuar. Besojmë vërtet tek kompetencat e kapitalit njerëzor. Po, mund të kemi makineritë pajisjet më të mira, por nëse drejtuesi nuk është aq inteligjent, atëherë çfarë mund të fitojmë? Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme dhe e mirëpresim nismën si ajo e akademisë që na u prezantua javën e shkuar. Dhe dua të rikujtoj edhe një herë atë mundësinë për të përfituar nga programet e trajnimeve specifike që të futet kjo edhe te kontrata e eksplorimit dhe ndarjes që kemi me autoritetet, por dhe me universitetet, dhe besoj se me kaq e mbyllat kisha për tënë. Faleminderit shumë, Francesco. Unë do të thoja për patjetër që industria e hidrokarbureve në Shqipëri ka një shkuar të rëndësishme, ka iniciativa akoma më të rëndësishme sot, prezenca e kompanive të mëdha si Shell apo Eni tregon që Shqipëria ka një potencial të madh. Nga ana tjetër, sigurisht ngritja e burimeve njerëzore mbështetet nga të gjithë ju dhe akademia do të jetë hapi tjetër që ne do të hedhim, por do të thoja edhe për sektorin e hidrokarbureve që çka i duhet Shqipërisë për të rritur vlerat e nëntokës tonë është një industri përpunuese. Një industri përpunuese e cila i bashklidhet të gjithë proceseve nxjerrëse duke mbyllur një cikël brenda vendit dhe duke i dhënë vlerën e shtuar produktit shqiptar, ashtu siç tham për atë minerar, ashtu dhe për hidrokarburet, dhe duke e vendosur Shqipërinë në hartën energjetike edhe në disa pozicione tjera, pra jo vetëm të asaj të nxjerrjes, por edhe të përpunimit. Këtu unë do ta mbyllja të gjithë prezantimin e planeve që ne kemi për të ardhmen, të cilat tashmë nuk janë thjesht plane që kanë të bëjnë me rritjen e prodhimit vendas apo me forcimin e sektorëve, por janë plane inovative, janë plane të cilat mund kthehen shembull jo vetëm për rajonin, por edhe për Europën, siç ishte rasti i prezantimit të Statkraftit me pumping system, apo siç janë të gjitha inovacionet e tjera që ne kërkojmë të sjellim në sektorin minerar apo në atë të hidrokarbureve, dhe mbi të gjitha sigurisht pozicionin kryesor të sektorit energjetik e mban energjia elektrike, e cila sot ndodhet në një pozicion shumë të mirë, por ama ashtu siç e kemi thënë, ne kemi një qëllim tonin, kemi një objektiv për të arritur, duam që në vitin 2030 Shqipëria të jetë një forcë energjetike e eksportit neto, Shqipëria të jetë një forcë e qëndrueshmërisë dhe sigurisë energjetike dhe të jetë një nyje e rëndësishme e linjave të transmetimit për Europën, jo thjesht për Ballkanin Perëndimor. Dhe të gjitha këto që ne tham, duke nisur nga inovacioni në sektorët energjetik, duke shkuar tek ngritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore përmes një akademie tashmë dhe jo thjesht trajnimeve që vijnë përmes proceseve të punës, ajo që ngelet një sfidë për t'u arritur është kuadri rregullator për afrimin me ligjin dhe me Bashkimin Evropian. Do të jepja fjalën
kryetarit të ERE, zotit Petrit Ahmeti, për sa i përket çështjeve rregullatore dhe gjithçka që kemi bërë në këto vite. Faleminderit. I nderuar zoti kryeministër, nderuar zonja ministre, të flasësh për sektorin e energjisë kemi shumë për të thënë. Aq më tepër ne që jemi përkasim në një lloj brezit të hershëm që kemi punuar në këtë sektor, i cili ka filluar dhe u mor nga një gjendje relativisht e keqe, për mos thënë shumë e keqe, me gjithë treguesit që ka pas sektori energjetik. Dhe për të folur në lidhje me zhvillimin e një sektori, natyrisht është e drejtë të bësh një krahasim, edhe për resurinë edhe për rrugtimin që ka pasur ky sektor. Mund të them diçka që ky sektor u mor në një gjendje të mjerueshme, boll të themi që siç e përmendet edhe zonja ministre, u mor me një nivel humbjes prej 45%, që do të thotë që një sistem me 45% humbje duhet të falimentojë. Por pati një vullnet politik dhe të shtetit shqiptar që u interesua dhe ju vu forca për rritjen e eficiencës dhe për rritjen e gjithë kapaciteteve njerëzore për drejtimin e këtij sektori për të arritur në nivele pothuajse europiane në këto ditë që ne flasim. Pra, të krahasojmë një nivel humbjes për 45% me një nivel humbjes të niveleve europiane prej 18, 19 apo 20% janë elemente që duhen vlerësuar dhe mirë është që neve shpesh ndonjëherë t'i përmendim ku u mor ky sektor edhe ku arriti. Dhe natyrisht nuk u arrit me një urdhër apo me një brenda një dite, po u arrit mbi bazën e një pune, mbi bazën e një vendosmërie dhe mbi bazën e njohurive praktikisht dhe mbi bazën e objektiveve shumë të qarta që u vendosën për zhvillimin e këtij sektori. Një nga elementet bazë të sektorit energjetik është siguria e furnizimit me energji elektrike të sektorit, të cilat ju vun një rëndësi jashtëzakonisht të madhe gjatë zhvillimit të këtyre viteve të fundit. Dhe ndërkohë, aktualisht ne kemi, nëse më përpara ne kemi pas probleme për furnizimin me energji elektrike të zonave të ndryshme të Shqipërisë, ne tash problemin e kemi që kjo energji elektrike ose ky mall që quhet energji elektrike të shkojë me cilësi te konsumatorët dhe nuk diskutohet që të ketë ndërprerje të energjisë. Flasim për shumë elemente të zhvillimit të sektorit, por ndërkohë që edhe në fjalën e zonjës ministre u përmendën, është zhvillimi i tregut të energjisë elektrike. Aktualisht ne kemi zhvillimin e një tregu të energjisë elektrike i cili jep garanci dhe siguri për furnizimin me energji elektrike të konsumatorëve. Është një treg i cili është lidhur dhe me tregun rajonal. Aktualisht Shqipëria ka disa interkoneksione të cilat janë zhvilluar dhe kohët e fundit, siç janë interkoneksionet me Malinezi, me Kosovën, me Greqinë dhe aktualisht edhe projekti do ndërtohet lidhe me interkoneksionin me Italinë. Ky nuk është një lidhje thjesht një lidhje sepse duhet bërë një lidhje me sistemin, por është një element që jep garanci për sigurimin e furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së sistemit energjetik, i cili nuk ka pasur këtë lloj niveli vite më parë. Ka qenë debul, ka qenë me një nivel sigurie normalisht më të ulët, sepse shumë defekte që mund ndodhin në sistemin elektroenergjetik shqiptar, ato shkaktonin ndërprerje të zgjatura të energjisë elektrike. Fakti është që edhe kohët e fundit ne kemi pasur tronditjen, kuptimin e sistemit elektroenergjetik, por që nuk kanë ardhur nga pala shqiptare dhe kjo është një konkluzion i gjithë ekspertëve të Bashkimit Evropian që e trajtuan këtë drejtim. Flasim në lidhje me sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Natyrisht siguria e furnizimit me energji elektrike nuk ka ardhur e rastësishme në shtetin shqiptar, por ka qenë objektiv i investimeve të ndryshme që janë kryer në sistemin energjetik, por jo vetëm për ta forcuar, por edhe për ta garantuar furnizimin me energji elektrike të pandërprerë. Aktualisht në sistemin energjetik nuk kemi ndërprerje të shumta dhe të gjata siç kemi pasur dikur, por kemi vetëm ndërprerje të planifikuara që lidhen me punimet që duhet kryen për mirëmbajtjen e sistemit elektroenergjetik apo për punimet të tjera të cilat janë të planifikuara. Flasim për një reformë tarifore. Reforma tarifore është një nga elementet që ne duhet ta analizojmë shumë në këto diskutimet tona, sepse
Praktikisht ne jemi dëshimtarë që kohët e fundit ne morëm një vendim i cili lidhej me ndryshimin e çmimit të energjisë elektrike kryesisht për popullatën. Kjo nuk erdhi rastësisht. Kjo erdhi si rezultat i rritjes së eficiencës të sektorit elektroenergjetik, i cili mundësoi praktikisht marrjen e këtij vendimi, i cili ndoshta më vonë mund të shoqërohet edhe me vendime të tjera, por gjithsesi jemi vendi i pakët në pjesën e Evropës Juglindore që kemi marrë këtë reformë për reformën tarifore të energjisë elektrike. Flasim për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Shumë shpejt ne diskutojmë që gjithë konsumatorët që janë të lidhur në nivelin 6, 10, 20 dhe 35 kV ato dalin në tregun e lirë. Një pjesë e tyre kanë dalë. Dhe liberalizimi i tregut natyrisht krijon një garanci shumë herë më të madhe për fuqizimin dhe sigurinë e furnizimit dhe të konsumatorëve të tjerë, siç janë konsumatorët vulnerabël që është pjesa e popullsisë. Pra, ky liberalizim i tregut natyrisht do na çojë në një garanci më të madhe të sigurisë së furnizimit me energji elektrike dhe qëndrueshmërisë së sistemit elektroenergjetik. Janë shumë projekte dhe ide që të cilat lidhen me dhe kohët e fundit u përmend edhe nga zonja ministre që lidhen me energjitë alternative të prodhimit, sektorët alternativ të prodhimit të energjisë elektrike. Shqipëria llogaritet sipas studimeve me nga 365 ditë vitit me 300 ditë me diell. Edhe është një nga kapacitetet e pashfryzuara plotësisht, por që mbi bazën e këtyre politikave të ndërtuara deri tashti, mbi bazën dhe të orientimeve janë dhënë shumë të drejta për ndërtimin e centraleve fotovoltaik, të cilat edhe mbi bazën e një mekanizmi të tregtimi që u përmend pak më parë, mund të kombinohet me gjithë prodhimet e tjera të energjisë elektrike për shfrytëzimin më të mirë të prodhimeve hidrike e kombinuar dhe me prodhimin e energjisë diellore apo energjisë e erës. Kemi energjinë e biomasës e cila është në zanafillat e veta që ndoshta mund të jetë një nga elementet e burimet shumë fitimprurës ose shumë efektiv të kësaj gjëje. Duhet të nënvizohet diçka tjetër që sistemi elektroenergjetik është një nga pjesët bazike të sigurisë kombëtare të një vendi. Dhe ne këtë gjë po e kuptojmë shumë mirë edhe kohët e fundit në lidhje me problematikat që kanë ndodhur në vendet, jo vendet sqinje, por në vendet e Evropës. Është gjithmonë kjo ndërprerje dhe blackout që ndodhi në 2 shtetet e Evropës, të cilat në fundit flasin për një vëmendje që duhet i kushtohet këtij sektori energjetik. Dhe mendoj që në Shqipëri i është kushtuar vëmendja e nevojshme këtij sektori që vërtet është baza e një sigurie kombëtare të një vendi. Dhe nuk është një term i pa abstrakt, por është një term konkret që shtërihet në këto kohë të fundit, është shtërir në mënyrë shumë konkrete për të diskutuar. Për sektorin energjetik mund të flitet shumë gjëra të tjera edhe për sektorin e rregullimit. Praktikisht këtu u than shumë u trajtuan shumë ide dhe objektiva dhe elemente të tjera. Por zhvillimi i sektorit energjetik tashmë është një zhvillim i cili kërkon element cilësor të zhvillimit vet. Dhe jo pa qëllim u përmend edhe elementi i shkollës që mund të jetë shkolla për sistemin energjetik, e cila në fundit ne tash nuk kemi thjesht vetëm në zhvillimet sasiore të këtij sektori, por ne duhet të shikojmë shumë në zhvillimin cilësor, sepse edhe vetë gjithë sistemet energjetike në botë janë të prirura drejt sistemeve të zhvillimit të know-how që janë shumë efektive në lidhje me të rejat e shkencës dhe menaxhimit të tyre, që në analizë fundit çojnë në sigurinë e furnizimit dhe në sigurinë dhe qëndrueshmërinë e këtyre sistemeve energjetik, që është një nga gjërat më të rëndësishme praktikisht që neve kërkojmë. Për sektorin e energjisë mund të flitet shumë edhe ndoshta do të flitet, sepse do të flitet mbi objektiva dhe mbi mënyrën e realizimit të objektivave afat shkurtra. Unë nga pikpamja e sistemit rregullator shikoj të nevojshme të them që sistemi energjetik tashmë ka ardhur në një pikë i cili koordinohet mjaft mirë me veten e vet. Por ajo që ndoshta edhe zonja ministre e shtroi dhe ndoshta edhe këto 2-3 takimet e fundit që ne kemi bërë, është shumë e rëndësishme harmonizimi me sektorin privat.
sepse natyrisht duhet kemi duhet jemi të unifikuar, duhet jemi të unifikuar në kuptimin e rregullave të tregut, duhet jemi të unifikuar në kuptimin e marrëdhënieve që ne të kryejmë me njëri tjetrin. Natyrisht për te interesave private, sepse edhe sektori privat nuk lindi mbi bazën e interesit shtetëror, por gjithsesi ky interes që lidhet me tregun e energjisë elektrike me shumë tërheqje të tjera duhet jenë të harmonizuara. Dhe ne po punojmë për të drejtim dhe një nga gjërat dhe elementet bazë të zhvillimit të sektorit të rregullatorit është që ne brenda një viti kemi bërë një iniciativë të përbashkët rajonale për midis vendeve të Ballkanit, midis Shqipërisë, Maqedonisë Veriut, Greqisë dhe Kosovës për të bashkuar me tregun rajonal evropian të energjisë elektrike për në lidhje me bazën legjislative, natyrisht edhe me rregullat e tregut, të cilat janë dinamikën e tyre. Ju falenderoj, por për energjinë kur flitet, natyrisht edhe nuk mund të vazhdoj shumë herë më tepër. Këto doja të flisen lidhen me këndvështrimin rregullator. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti Ahmeti, po ja kaloj fjalën kryeministrit Rama. Nuk besoj se mbeti shumë ose ndonjë gjë e pa thënë për të thënë. Unë besoj që vetë panorama e kësaj tryeze flet më shumë se 100 fjalë për ecurinë e sektorit, për praninë e aktorëve të rëndësishëm në të gjitha zonat e kësaj fushë. Dhe nga ana tjetër besoj që edhe fakti që ne jemi sot kaq pranë antarësimit në Bashkimin Evropian të ulur në një tryezë negociatash ku nuk do të mund të imagjinoj të ishim qoftë edhe vetëm sikur të kishim situatën e sektorit të energjisë ashtu siç ishte përpara këtij transformimi, janë fakte kuptim plota dhe janë fakte që na bëjnë mjaft optimist për të nesërmen e sektorit. Dhe nëse nesërmja e këtij sektori është optimiste, atëherë gjithë zhvillimi i vendit dhe nesërmja e vendit është optimiste. Fakti që sot ne flasim për një prodhim të brendshëm të thuajse trafishuar është shumë domethënës. Kur mendon që ne nisëm këtë përpjekje me bazën prodhuese të kohës komunizmit, minus hidrocentralet që në mënyrën më të çuditshme u hoqën nga stoku i aseteve të shtetit, edhe i u dhan një privati, me një argumentim që në vetvete është vepër penale e pastër. Sot ne kemi thuajse dy fishin, ndjes se nduhet se thash 3 fishin, thuajse 2 fishin. Në raport me nga unisëm të prodhimit. Po nuk është vetëm rritja e prodhimit. Është edhe diversifikimi i bazës, që cila ishte vetëm hidro, gjë që ka të gjithë vulnerabilitetin e kuptueshëm edhe pa e futur në ekuacion ndryshimin e klimës, ndërkohë që me ndryshimin e klimës bëhet krejtësisht e paparashikueshme se si do të jetë e ardhmja e hidros, kështu që diversifikimi me 10% të prodhimit që sot
vjen nga dielli, me fillimin edhe të disa projekteve të erës, me inovacionin e jashtëzakonshëm që do të kemi fatin të kemi në Shqipëri fal Shtatkraftit që prezantoj këtu në vijat përgjithshme projektin e vet për sistemin e pompimit të ujit. Besoj që kemi të gjitha arsyet të mendojmë se pavarësia e plot energjetike e Republikës Shqipërisë është afër. Dhe transformimi i Shqipërisë nga një vend me hall të madh pikërisht energjinë në një vend eksportues neto të energjisë elektrike është afër. Dhe praktikisht janë dy zhvillime historike që nëse të gjitha gjërat shkojnë sipas programit dhe planeve tona, bazuar në të gjitha kërkesat që kemi aktualisht në administrim nga ana e investitorëve dhe bazuar edhe në çfarë ne vet kemi planifikuar, atëherë brenda kësaj dekade Shqipëria do të jetë energjetikisht totalisht e pavarur nga çdo zhvillim i jashtëm, pra do ta vendosi vet fatin e vet në raport me energjinë, edhe do të kalojë në eksport neto. E që do të thotë se nga ana tjetër nuk është vetëm prodhimi, por është edhe transmetimi që ka njohur një progres të rëndësishëm. Ashtu si kundër edhe shtrirja e gjithë rrjetit të transmetimit të Shqipërisë në të gjitha drejtimet e mundshme, ku qeshia mbitorët është marrëveshja me Italinë për linjën e interkoneksionit me anën tjetër të Europës, fal bashkëpunimit tripalësh me qeverinë italiane dhe me qeverinë e Emiratëve të Bashkuara. Për sa i përket pjesës shpërndarjes dhe të administrimit, besoj që e tha vetë me nga lartësia autoritetit të tij zoti Petrit që është një monument i sektorit i gjallë, sepse ka ndjekur gjithë procesin qysh në kryet herës, ka punuar në errësirë, ka punuar në dritë, ka punuar me shkëputje nga sistemi, ka punuar i lidhur me sistemin dhe e tha që tani më nga pikpamja e humbjeve jemi në parametra normal të një vendi evropian. Në kohë që ishim një fenomen jashtë Europës. Se nuk ka qenë para 100 vjetësh, ka qenë para një dekade, ne ishim fenomen ekstra europian. Dhe për të gjetur të ngjashmit tanë duhet shkonim në vende shumë larg nga Europa, ku energjia ndahej sipas kapacitetit individual për ta vjedhur ose për ta marrë në mënyrë të paligjshme, ose për ta marrë ligjërisht dhe për mos e paguar fare. Për të kaluar pastaj tek pjesa tjetër e mineraleve, ku edhe aty ishim në një situatë xhungle absolute, jo vetëm xhungle, por edhe shfaqjesh krejtësisht pa imagjinueshme për Europën, turma fëmijësh,
të lëshuar mbi kodrat e mineraleve me trasta për të fituar bukën e gojës. Sot kemi një situatë krejt tjetër, por jemi të vetëdijshëm që duhet të rrisim kapacitetet tona përpunuese, sepse është shumë e qartë që nuk mundet do të mjaftohemi me sistemimin, normalizimin e sektorit dhe kalimin nga xhungla në qytetërim, por duhet shkojmë përtej, duhet të përpunojmë dhe të eksportojmë produkte të përpunuara, duke për të krijuar më shumë vlerë të shtuar. Kjo vlen për mineralet, kjo vlen patjetër edhe për hidrokarburet, për naftën, nuk diskutohet. Patëm një moment optimizmi që lidhet, besoj unë, edhe me frustrimin historik, kur ishim në kushtet e pritshmërisë lartë nga shpiraku, si që tha edhe përfaqësuesi i Enit, sasia e zbuluar është shumë e madhe, cilësia është shumë e lartë, por vështirësia e nxjerrjes është shumë sfiduese. Ama fakti që ende shelli nuk po e dorëzon dhe po përpiqet në traditën më të mirë holandeze që të bëj pazar për atë pjesë, flet qartë që aty ka një vlerë të madhe, por do duhet ti referohemi teknologjie më të sofistikuar edhe mbase do jetë fati i atyre që do të vinë më vonë në moshën e shfrytëzimit të pasurive të Shqipërisë, mbase do vi më shpejt. Por gjithsesi, këtu kemi edhe aktorët e tjerë që janë në faza eksplorimit të avancuar, si që është veteni, edhe ne jemi shumë krenar për bashkëpunimin. Si që tha, këtu është një bashkëpunim që daton në fillimet e shekullit të kaluar, pastaj pati një ndërprerje dhe tani jemi rilidhur përsëri. Këto ishin gjërat që unë do thosha pa ju marrë kohë dhe duke theksuar që tani më ne, jo vetëm në sektorin energjetik, po në të gjithë sektorët, jemi në kushtet kur mund të mendojmë seriozisht për rritjen e kapaciteteve industriale të vendit, qoftë në sektorin energjisë, qoftë në sektorin e bujqësisë, qoftë deri edhe në sektorin e mbrojtjes, ku kemi nisur një proces të ri të rilindjes së industrisë tonë ushtarake dhe kjo në vetvete është një tregus tjetër shumë i qartë që jemi në një fazë krejt të re të vendit. Por, si që u tha këtu edhe u thatë nga disa folës, është shumë rëndësishme që të gjejmë rrugët për të rritur cilësinë e burimeve tona njerëzore, jo vetëm kur flasim për arsim në sensin e viteve të shkollës apo të universitetit, po dhe më pas pikërisht me shembuj si shembulli i Akademisë së OSHS, që është një shembull që ka dhënë shumë rezultate pozitive dhe që na tregon shumë qartë se pa shumë shpenzime, pa shumë stërmundime, po thjesht duke krijuar një disponibilitet institucional për të ndarë dijen me ata që vinë nga shkolla ose që vinë nga qoftë nga shkolla profesionale, por që kanë nevojë të trajnohen në kushte realitetit, mund të rrisësh kapacitetet e vendit
qoftë në aspektin e sektorit publik, qoftë në aspektin e sektorit privat, dhe këtu besoj që janë dhe mundësit për të bërë bashkëpunime edhe me ju, sepse edhe ju jeni të interesuar për të pasur më shumë burime njerëzore, për të zgjedhur dhe jo thjesht për të mbetur tek ata që vinë të dera ose duke pritur të dera që të vinë disa tjerë që nuk vinë. Këto janë ato që unë doja të bëja në mënyrë konkluzive, me gjithë vështirësinë objektive që më krijoi zëvendës kryeministja, duke më vendosur mbas zotit Petrit që ka të gjithë kompetencën dhe kujtesën historike të sektorit. Dhe vlerësimet e zotit Petrit janë pa diskutim arsye objektive, jo subjektive, po objektive për të ndjerë që e kemi për detyrë. Edhe pagat janë pjesë e rëndësishme e përpjekjes bërë. Sot kemi paga shumë të larta në sektor. Patjetër që një pjesë e rëndësishme e meritës për rritjen e rëndësishme të pagave i takon dhe sektorit privat. Tani më nuk flas tani për ju që jeni këtu në Tryezë, se nuk do ishte mirësjellshme, po në tërësi tani më edhe kompanitë sipërmarrësit shqiptare kuptuan që përpjekja për ta mësuar gomarin që të jetojë pa ngrënë nuk është objektivisht e arsyeshme. Dhe momenti pastaj i ngordhjes gomarit kur pikërisht ti je i lumtur se ai nuk po ha më dhe ndërkohë po ngarkohet, ju afrua shumë afër shumë sipërmarrjeve që e kuptuan që kolonat antike dhe dekoret me flori falco janë shumë më pak të rëndësishme për ecurinë e një sipërmarrje se sa burimet njerëzore. Dhe investimi në makinën e 4 ose në Foristradën e 6 është më i parësyshëm se sa investimi tek burimet njerëzore. Nuk ka të ardhme asnjë kompani në qoftë se nuk ka njerëzit. Kjo e thënë kështu duket sigurisht në një banalitet total, por faktikisht për një kohë u besua nga sipërmarrja shqiptare që krau i lirë i punës do të mbetej përjetësisht një avantazh konkurrues, pikërisht sepse u ec për një kohë gjatë me idenë që në vend se ta ushqeje dhe ta mbaje mirë kapacitetin njerëzor në dispozicion, mund ta mësoje pa ngrënë. Edhe sot shohim që pagat nuk janë më problemi kryesor. Madje unë kam dëgjuar nga shumë sipërmarrës që thonë, ore nuk është problemi sa ti jap. Problemi është të më vi dhe të nënshkruaj kontratën për të më bërë punën dhe të jetë në gjendje të bëj punën që dua. Pastaj se kam problem të japi pagë shumë të mirë. Dhe në këto kushte duhet të gjejmë rrugët e bashkëpunimit edhe për të fuqizuar bazën e arsimit profesional, gjë që në këtë sektor ka nisur edhe do jetë shumë e vlefshme sa më shumë që të kaloj koha, se në fundit ju e bëni investime që janë state of the art në kuptimin më të mirë të fjalës. Unë kam qenë në disa nga investimet tuaja dhe janë 100% standarde europiane, jo 99. Dhe të kesh një makinë, si që është një investimi juaj,
dhe të pretendosh që ti të rish mbrapa dhe ta ngasi një shofer që s'ka patent, kjo është një investim në vetvrasje. Kështu që ashtu siç janë bërë shpenzimet mëdha për investimet, duhen bërë shpenzime të konsiderueshme dhe për burimin njerëzore. Nuk ka diskutim. Nëse ne nga pamja e investimeve, ato që shohim që ju bëni sot, ndjehemi kur vim në derën tuaj sikur jemi në Europë, atëherë duhet ta kuptoni që edhe burimet njerëzore duhet i paguani si në Europë. Ndryshe nuk i ke dot, shumë e thjeshtë. Nuk i ke dot. Do ulem pak marzhet e fitimit, por ama do garantohet fitimi afatgjatë. Shumë faleminderit për përmendjen edhe shumë faleminderit për kontributet dhe për mirë kuptimin që fjala ime nuk ishte në lartësinë e parafolësit. Faleminderit.